Një qytetari është drejtuar redaksisë Son për të bërë një apel në emër të gjithë banorëve të fshatit Stojan. Kemi ngritur shqetësime për këtë rrugën e fshatit, domethënë ka gati një vit që këtu nuk vihet, as nuk vihet dorë, as nuk hidhet as një kamion qavull, as kanalizimet skandaloze të bllokuar total. Ai deklaron se në fshatrat e tjerë të Bashkisë Mat janë realizuar ndërhyrje në infrastrukturë dhe kërkon shprehimisht të merren të njëjtat masa edhe në këtë zonë, duke i bërë apel organeve kompetente të kryejnë asgjë më shumë se sa detyrat e tyre. Do vim do bëhet dhe ndërkohë që në fshat rruga është skandaloze, siç është thënë edhe. Nuk e di çfarë mund të flasim, ju bëj thirrje nëpërmjet jush, ju lutem sa më shpejt ndërhyni në rrugë sepse në fshatin Stojan e keni lënë shumë gjendje emergjence. Fshati Stojan në Ulës çdo ditë më shumë po braktiset nga banorët e saj. Shkak për këtë është pikërisht mungesa e infrastrukturës. Banorët shprehen të shqetësuar se nuk po munden më të vizitojnë as prindrit apo të afërmit e tyre. Ndonë se kanë realizuar denoncime të shumta ndër vite, ndër 3 dekada nuk është bërë asnjë ndërhyrje efektive. Është koha që zëri i tyre të dëgjohet dhe të ndërmerren hapa konkret për t'i dhënë zgjidhje transparente këtij problemi.